Një fluturim drejt Shteteve të Bashkuara u kthye në makt pasi një pasagjer shkaktoi panik në bord, duke detyruar pilotët të ndryshonin urgjentisht destinacionin. Aeroplani që po udhëtonte drejt Dallasit bëri një ndalesë të papritur në Papete, kryeqytetin e Polinezisë franceze, pasi situata doli jashtë kontrollit. Sipas raportimeve, burri kishte krijuar tension të madh gjatë fluturimit dhe madje kishte kafshuar një antar të ekuipazhit, duke detyruar pasagjerët e tjerë ta neutralizonin deri në uljen emergjente. Me njerë pas aterimit, ai u morë nga autoritetet lokale dhe mori ndalim të përhershëm për të udhëtuar me kompaninë ajrore. Siguria e pasagjerëve dhe ekuipazhit është prioritet absolut. Ne kemi tolerancë zero ndaj sjelljeve kërcënuese apo të dhunshme në fluturime, deklaroi një zëdhënës i kompanisë ajrore. Ngjarja ndodhi në një fluturim të kompanisë australiane Qantas.